neve po na duket si kur me largimin e Serbisë i kemi zgjedh gjitha problemet tona, jo nuk i kemi zgjedh. Na fizikisht e kemi largu Serbinë. Po influenca ruse edhe serbe po vazhdon edhe ma tutje. Ju e shihni që është tragjike kohët funit me pa në rrjetet sociale ty thur lavde Putinit për shkak se e ka puth Kur'anin. Kush është Putini? Është mbështetësi i Serbisë. Miku ma i afërt i Kadirovit, i cili e kontrollon një segment të islamit radikal kudo nëpër botë. Dhe na shkojmë i thurim lavde Putinit për shkak se ka puth Kur'anin dhe ishte shokuese tuk kjo? Shokuese për shqiptarët? Shokuese për shqiptarët kjo. Pse është shokuese? Po e shohim edhe këto ditëve të fundit derisa ka luftë në Iran atje. Për plot shqiptar vetëm për shkak sentimentit fetar. Edhe ai sentiment nuk janë të sigurt a është sentiment i drejt fetar apo jo. Shajnë Amerikën, shajnë Perëndimin e krishterë, që thojnë ata kryqalit, që ata kryqalit që i kanë pështu qëtë popullin musliman, pa u zhduk, prej kujna pa u zhduk, për i Rusisë, Serbisë dhe Iranit. Irani gjithmonë ka qenë mik i Rusisë dhe i Serbisë.